e kemi në linjën tonë të drejt për drejt nga Tirana, Matangardit, themi? Matangardit, mirë po më afër se kur. Sot, pikërisht edhe për temën e ditës, kemi përzgjedhur një personazh, do ta quaja kështu, e cila është më adekuate për të biseduar dhe për të na qetësuar pak shpirtin ne. Që kemi nevojë të gjithë. Kemi nevojë të gjithë. Kemi pikërisht psikoterapistën e njohur Anica Zaçë, e cila do të na tregon për vështirësitë dhe për temën të cilën e diskutuam këtu në studio. Mirëmëngjesi Anisa, faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Është kënaqësi të kemi në emisionin Alsat 9:11 në mëngjesin e bukur të Shkupit. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi dhe për mua të jemi ju. Regjia, vetëm na rrit pak zërin në studio. Atëherë, Anisa, ne kemi çdo ditë këtu në studion tonë përzgjedhim tema ditore të cilat i diskutojmë edhe me të gjithë shikuesit tanë. Në përgjithësi. Dhe sot përzgjedhëm një temë e cila është gjithmonë pyetje në tryezat familjare, kolektive, shoqërore, mirë po ne edhe në studion tonë, si gjithmonë unë jam ajo negativja dhe detroj pozitivit dhe për sfidat. I ndrojmë rolet, dita ditës. Varësisht nga disponimi që e kemi, mirë po janë ato sfidat psikologjike e të jetuarit në Ballkan. Unë thash që ndoshta i kemi edhe të përafërta sfidat edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën dhe me vendet e ndryshme të rajonit, mirë po për ta përpiluar kështu për fillim. Sfidat psikologjike e të jetuarit në Ballkan, si e parashihni Unë do doja të ndërhyj, Anisa, sepse ishte Lejleku ai që na solli këtu. Çfarë të bëjmë? Atëre, për mua të jetuarit në Ballkan mendoj që ka sfida vërtet të larta, sepse jemi popull që jemi përballur me luftën deri vonë. Dhe minimalisht kjo mjafton për të sjellë një nivel stresi pak më të lartë se ç'mund të kenë hapësirat e tjera, siç është në Europë, për shembull. Gjithashtu jemi popull të cilët vuajmë shumë për opinionin e të tjerëve. Jemi gjithkohës duke parë komshiun, duke parë shoqin dhe kjo sjell që dashur pa dashur të përjetojmë vazhdimisht një stres i cili nuk është e nevojshme të jetë aty, por ne sikur e sjellim me vete gjithmonë. Mendon, Anisa, që një pjesë e konsiderueshme e të gjitha atyre nuk dua t'i quaj pacient, asesi, sepse të gjithë ne që e vizitojmë psikiatrin apo edhe psikologën, jemi, si të them, kemi nevojë për ndihmesë nga ju, mirë po për të gjithë ata që të vizitojnë shpesh, a ka shpesh problematika pikërisht me mentalitetin dhe... A është akoma tabu? Po, e të jetuarit në Ballkan, ndodh kjo shpesh që të rritë të kenë pikërisht këtë problematikë dhe prandaj e vizitojnë psikologun dhe psikoterapistin. Ose nuk e vizitojnë. Po. Ose bëhemi pacient. Definitivisht të them që po. Ka ende një lloj tabuje që lidhet me vizitën, sidomos tek psikologu, pak më pak tek psikiatri, ndoshta për shkak të faktit që psikiatri në fund të ditës mbetet mjek, ndërkohë që ne jemi po tek shëndetësia apo një qasje tjetër. A ka problematika që lidhen me mentalitetin e Ballkanit? Ka shumë. Kjo është një nga arsyet pse shumë shpesh psikologët që janë shqiptarë të Kosovës apo të Maqedonisë apo të Shqipërisë mund të punojnë me të gjithë shqiptarët e zonës, sepse pra ka shumë ne funksionojmë në të njëjtat forma. Dhe vuajmë nga të njëjtat situata, sidomos familjare. Pra familjet shqiptare janë përgjithsisht të rritura njësoj. Po ta vesh re edhe familjet e rritura në emigrim, që kanë rritur fëmijë në emigrim dhe kanë mbajtur herët, shumë shpesh vuajnë të njëjtin mentalitet që vuajnë familjet të cilat i kanë rritur fëmijët në Ballkan, pra i kanë rritur në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por qëndrojnë te vendet tona më shumë se sa të shpërndahen, po edhe Greqia nuk është shumë larg nesh në shumë gjëra, pra qoftë në mënyrën si e shikon familjen, si e trajton familjen e origjinës, pra vuajnë pak a shumë nga të njëjtat gjëra që janë shumë të ngjashme, ku marrëdhënia me familjet e origjinës, pra prindrit në momentin që ne martohemi apo marrëdhënia me opinionin publik, mbetet një nga gjërat kryesore që sjell problematikat në mënyrën si ne shohim veten, në mënyrën si ne trajtojmë tjetrin, pra është një problematikë e cila ftohet vazhdimisht. Pikërisht ne edhe sot... Që do thotë kjo edhe mbase si shoqëri, mund të flasim edhe si mentalitet, po fillon që ankthi po na shtohet paksa më shumë, edhe po na e rrit ankthin këtu në qiellin tonë. Sepse nuk jemi të vetëdijshëm që nuk dim në fakt nuk e di se si e trajtoni këtë, por se si mund ta marrim këtë çështjen e ankthit që ta rikthejmë në një gjendje paksa më pozitive, që të mundohemi që
që me të jetojmë, me që e kemi si përditshmëri, sepse nuk ka njeri në këtë nënqëllin tonë pa ankth. Ankthi në Ballkan shtohet nga përditshmëria jonë. Të funksion edhe le të jetë si përditshmëri, por që të mos i lëmë një theks shumë të veçantë asaj, që të merremi me ta. Atëherë, si fillim, ankthi është një lajmëtar për humanin dhe si i tillë është i nevojshëm të jetë aty. Pra ne nuk duam ta eliminojmë ankthin, por ajo që duhet të mësojmë është si ta menaxhojmë atë. Që në kulturën tonë prap ka pak vështirësi. Ne jemi zakonisht njerëz që kemi të vështirë të vetë rregullohemi emocionalisht përpara se të reagojmë. Dhe reagojmë përpara se të rregullojmë veten emocionalisht. Mund ta shohësh kur japi makinës, se sa të rrëmujshëm jemi, sa të zhurmshëm jemi, sa shpejt bëhet trafik. Sa shpejt bëhet trafik, sidomos kur bie shi. Pra thjesht fakti që ne jemi pak më të stresuar sjell që këtë ta reflektojmë edhe në mënyrën si japim makinës. Ankthi duke qenë një lajmëtar ka shumë forma që ne mund të mësojmë se si ta shqetësojmë veten. Ka disa forma relaksimi që fillojnë që nga gjëra shumë thjeshta siç është frymëmarrja, e deri tek teknika toksimi që i quajmë ne, që është të qëndruarit në moment, të parë disa gjëra rrotullesh për t'ia kuptuar vetes momentin ku jemi dhe çfarë po ndodh. Por unë do t'i ftoja të gjithë ata që po na dëgjojnë që në momentin që ndjejnë ankth, gjëja e parë që të tentojnë të kuptojnë është nga se erdhi, pra cili ishte ai nxitsi fillestar që e shkaktoi këtë gjendje të rritur emocionale dhe se si mund ta ndihmojmë veten në atë moment për ta qetësuar. Kur ne kemi një predispozit për të krijuar ankth, që mund të vijë nga natyra që kemi, nga situatat që na kanë ndodhur, e mira është të mësojmë 3 deri në 5 gjëra që unë do i quaja kit emergjence, të cilat na ndihmojnë për të shqetësuar. Që mund të jetë frymëmarrja, mund të jetë të pijmë pak ujë, mund të jetë që gjejmë një vend të ulemi dhe thjesht mundohemi të shqetësojmë veten nëpërmjet mënyrës si flasim. Ndonjëherë është ecja është një gjë shumë e mirë. Por jo gjithmonë i kemi këto opsione. Për shembull, nëse jemi në punë, mund të thjesht të bëjmë një xhiro rreth zyrës dhe të marrim një 10 minutë për të qetësuar, por nuk duhen shumë minuta. Pra nëse i bëjmë gjërat siç duhet, në pak minuta mund ta qetësojmë veten mjaftueshëm për të vazhduar pastaj ditën normalisht. Dritoroi shumë shpesh gjeneratën më të re e quan fitil shkurt, mirë po kjo tregon shumë në fakt unë do të thoya për mentalitetin shqiptar, sepse çfarëdo lloj moshe që jemi, është diagnoze përgjithshme. Po, është diagnoze përgjithshme dhe është një diagnozë që e ndajmë të gjithë gjeneratat, duke filluar nga gjyshi në shtëpi, nga prindërit dhe po ashtu ajo trashëgohet edhe tek më të rit. Mirë po, kjo është një fakt një këshill shumë e mirë për të gjithë ata të cilët reagojnë shpejt dhe mund të bëjmë gabime. Gjithmonë është ajo pjesa ku duhet të numërojmë, si themi, deri në 10, të stabilizojmë frymëmarrjen dhe pastaj të marrim vendime. Anisa, ne sot duke biseduar edhe me shikuesit tanë, patëm shumë pyetje dhe patëm edhe shumë përgjigje në fakt, të cilët thonin shikuesit ju jeni mirë atje. Domethënë ju e keni jetën më të mirë në Maqedoni, ne vuajmë këtu në Zvicër, kemi mesazhe nga Suedia, nga Gjermania, kemi nga shumë vende të ndryshme të Europës dhe botës. Por kjo është më shumë lidhje emocionale me vendin që e kanë edhe kur e bëjmë edhe krahasimin. Po ja ta sqarojmë edhe me një profesioniste se si ballafaqojnë ata që largohen nga vendi, mirë po që kanë dhimbje mall të madh për vendlindjen. Ndërsa ne këtu themi që i kemi punët shumë keq dhe ne këtu mbijetojmë. Mund të them në Ballkan jeta është mbijetesë, nuk është domethënë kënaqësi. Sot i thashë drejtorit, ndjehemi sikur jemi gjithmonë në frontin e parë të luftës, jemi me shpata çdo ditë, duke marrë që nga shtëpia kur dalim për të nisur për punë, duhet ta marrim shpatën me vete dhe të luftojmë me sistemin, të luftojmë me padrejtësi, me gjithçka që shohim në përditshmërinë tonë. Dhe gjithë këto janë gjëra të cilat ndikojnë pa vetdijen tonë në këtë rutinën. Në ankthin, të gjitha këto që ndikojnë në fakt edhe në humorin tonë. Anisa, si të mundohemi, si të ne japësh leksione që ti abstrahojmë këta përditshmërinë që i kemi. A ka zgjidhje apo nuk ka zgjidhje? Ata jashtë vuajnë nga një kafe që nuk mund ta pinë më shumë, ndërsa ne këtu themi që jetën e kemi pak më të vështirë dhe sfiduese. E vërtetë e drejtorove është zgjidhje ka gjithmonë. Por gjithashtu jeta është një tuf me zgjedhje. Në çdo mëngjes kur zgjohemi, zgjedhim se si do ta kemi ditën. A është jeta në Ballkan pak më e vështirë? Patjetër që po, dhe kjo është një vërtetë që duam ne ta pranojmë, është fakt. Kështu që kjo është e provuar. Po nga ana tjetër, ajo që na ka treguar jetesa është që sa më shumë sfida të ketë njeriu për të zgjidhur, aq më shumë dihet i angazhuar në jetën. Prandaj dhe ndonjëherë edhe pse jeta në vende siç mund të jetë Zvicra, Suedia apo Gjermania
nga ana e shtetit, pra nga ana administrative dhe qeveritare mund të jetë shumë e stabilizuar, jeta e individit është shumë e mërzitshme në shumë gjëra, sepse mënyra se si është e rregulluar dita, ata nuk kanë shumë surpriza gjatë ditës, nuk kanë shumë kohë për të pasur jetë cilësore nga ana e marrëdhënieve dhe kjo sjell që të ketë një mërzi konstante. Ndërsa ne kemi një stres konstant për shkak të situatave në të cilat mund të gjendemi vazhdimisht. Si mund ta ndihmojmë veten ne të Ballkanit, është sigurisht duke u munduar të parashikojmë edhe të zgjidhim gjërat të cilat i kemi në dorë dhe duke mos e lodhur shumë kokën për gjërat që nuk i kemi. Unë nuk jam shumë dakord tek pjesa që ne mbijetojmë, unë mendoj që ne jetojmë dhe jetojmë mirë kur duam ta bëjmë. Por patjetër një pjesë shumë e mirë e shoqërisë për shkak të mundësive ekonomike, punëve, gjitha këto ndonjëherë e gjen veten duke mbijetuar. Por në të njëjtën kohë edhe kjo është një lloj zgjedhjeje, sepse njeriu zgjedh vazhdimisht se si ta përmirësojë ose jo jetën e tij. Nëse ne do zgjedhim të rrim vetëm aty ku ne i kemi mundësitë dhe nuk do sfidojmë veten për të kërkuar pak më shumë, për të bërë një gjë më tepër, patjetër që kjo do reflektohet edhe në cilësinë e emocioneve që ne do ndjejmë. Kështu që ata që ndjejnë mall për vendin, përveç se unë do i ftoja të krijojnë komunitete të tyre kudo që të jenë, sepse njeriu ka nevojë për njeriu, dhe jeta e vetmuar asnjëherë nuk ndihmon. Por gjithashtu mund edhe të për fat të mirë jetojmë në kohëra ku futurimet janë më të mundura dhe bëhen shumë kollaj. Kështu që edhe këtë do i ftoja që ta konsiderojnë. Shumë e vërtet, unë pajtohem, po jetojmë në një epokë paksa më të çuditshme. Kjo epoka digjitale dhe kjo ndikon pak a shumë, mund të themi që ndikon shumë në jetën tona realisht. Sepse mundohemi që më shumë presim pritshmëritë të tjerëve janë më të theksuara, ose lakmojnë se sa vendimet tona, ose ato që dëshirojmë ta bëjmë, por lakmojmë më shumë në gardhin tjetër, në oborin tjetër. Ndoshta diçka që mund të dallon nga Shqipëria me Maqedoninë është se jo, në përgjithësi është ky si fenomen. Mirë, po unë një gjë që mund ta shoh një dallim është që në Maqedoni pak a shumë për të rritë është jeta më e ndikuar, pra vendimet janë më të ndikuara. Sikurse edhe vendimet e folëm pak më parë me drejtorën, sikur edhe profesionet, ja që në studion ton unë jam një muziciente që nuk e kam vazhduar profesionin tim, fal kushteve që i sjell vendi jon për profesionin tim. Drejtorën e kemi aktor, pashtu që realizon normalisht dhe punon në teatrin shqiptar, mirë po që nuk e di drejtori sa do të ishte i aftë për të motivuar gjeneratat e reja, për të shtyer për të vazhduar aktrimin. E kupton sikurse këto kushtet e vendit ballkanik, të vendeve ballkanike, sikurse nuk mund t'i stimulojmë sepse e dim gjendjen faktike siç është për shembull të profesioneve. A mendon që kjo ndikon shumë edhe në jetën e të rijëve për të bërë, sepse ne munduemi që ata t'i bëjnë zgjedhjet e duhura, mirë po ne jemi pak më shumë imponues, gjeneratat e mesme të flas kështu më shumë, sikurse imponojmë ne për jetën e të rinjve. Mendoj që gjeneratat e mëparshme gjithmonë i kanë imponuar të rinj. Për shembull, në brezin tim të gjithë prindrit donin që fëmijët e tyre të bëheshin doktor, mjek, ose jurist, ose ekonomist, pra profesionet e sigurta. Dhe për sa i përket profesioneve të artit, nga prindrit është gjithmonë e frikshme që t'i shtyn fëmijët e tyre, se mendojnë gjithmonë këtë gjë. Artistët kanë qenë gjithmonë pa para, në të gjithë kohërat, kanë qenë gjithmonë të tillë sepse është e vështirë. Përveç se nëse jeton në Hollywood apo në Amerikë, ku mundësitë janë shumë herë më të mëdha, por edhe atje duhet të kesh shumë fat, pikërisht sepse janë vende shumë të mëdha. Në përgjithësi arti është i keq paguar. Pikërisht sepse është personal dhe jo gjithmonë ajo që ti dhe unë vlerësojmë mund të vlerësohet nga të gjithë. Kështu që kjo pjesë është një sfidë e gjithmonshme, por nëse kushdo që e do artin vërtet do kishte hequr dorë sepse është i keq paguar apo nuk është gjithmonë i mirë kuptuar, do kishim rreshtur së pasuri artist gjithmonë. Por nëse je artist, automatikisht je edhe pak rebel. Automatikisht ke edhe këtë dëshirën për të bërë një ndryshim në shoqëri dhe kjo do reflektohet duke bërë një zgjedhje që jo gjithmonë do përqafohet. Kur je i ri, nuk duhet të presësh shumë nga të tjerët. Kur je i ri, duhet të jesh ti që ta drejtosh shoqërinë. Shoqëritë të cilat kanë bërë ndryshime të mëdha i kanë bërë nga të rinjt që kanë guxuar shumë.
Dhe unë mendoj që të rinjtë e sotëm, për shkak të mënyrës si ne i trajtojmë, po i llastojmë pak, sepse vazhdimisht ju themi që ne s'kemi gjëra. Kjo është për fëmijët. Fëmijëve ju detyrohen shumë. Të rinjve janë ata që duhet i japin mbrapa shoqërisë dhe të bëjnë shoqëritë ashtu siç duan ata. Kështu që është e vërtetë që Ballkani ka shumë vështirësi, por kjo do të thotë që ka shumë hapësira për të rregulluar. Kjo do të thotë që ti ke shumë mundësi për ta bërë më mirë dhe për të lënë shenjën tënde. Kështu që të gjithë të rinjtë që duan vërtet të lënë shenjat e tyre, në Ballkan kanë gjithë hapësirën e kohës. Kanë gjithë hapësirën, realisht po e kanë, por është ndikimi i opinioneve të tjerëve, duke i ditur se janë disa profesione që nuk kanë perspektiva, apo kanë apo s'kanë, edhe gjithmonë prindërit mundohen që si e më mirë të shikojnë fëmijët e tyre, që ndonjëherë u ndërpresim edhe ëndrrat, fatkeqësisht, duke e ditur sistemet se si funksionojnë. Po unë do doja që ta pyesja diçka pak më ndryshe, do doja të diskutojmë për sot në këtë kohë njerëzit, edhe pse dikur jetonim në komunitet, ishim të shumt, kishim më të pakt, sot jemi më të pasur realisht, qoftë në teknologji, qoftë në mirësi, në gjëra të gjendje në materiale, jemi më të updateuar dhe më të pasur, por fatkeqësisht mua më duket sikur jemi më të vetmuar se kur. Është e vërtetë. Po pse ndodh kjo, sepse ne po zgjedhim të mbushim tavolinat dhe xhepat me ushqime dhe me materiale dhe po humbim njerëzit. Dhe njerëzit po ashtu po i humbim sepse po ikim, pra po shpërndahemi. Dhe sa më shumë pretendojmë që jemi afër nëpërmjet telefonave, aq më shumë po largohemi emocionalisht. Kemi harruar se si të rrim në një kafe apo në një drek pa pasur telefonin afër. Dhe kjo ka sjellë që shkëputjet emocionale të jenë gjithnjëra më të mëdha. Dhe vetmia sjell edhe një përkeqësim të shëndetit mendor shumë të dukshëm. Dhe kjo është edhe një nga arsyet pse të rinjt janë gjithmonë e më pak rebel, sepse nuk janë më në grupe. Rebelizmi kërkon komunitet. Pra, atë që ne thamë që opinioni publik është i lodhshëm dhe i vështirë, nëse ju jeni 10 veta, e keni shumë të thjeshtë ta mbysni opinionin publik sesa nëse jeni. Kështu që mungesa e komunitetit, mungesa e njerëzve të afërt sjell edhe një apati, pra humb dëshira për të bërë ndryshime. Unë mendoj, sepse gjithmonë etiketohem Anisa si një person që gjithmonë flas për anën më negative të themi. Unë flas për Maqedoninë e Veriut, këtu ku jetoj dhe veproj, mirë po ndonjëherë them që jam realiste. Unë shumë rrallë kam parë veten që të jetoj dhe të veproj, mirë po ja që ende qëndroj stoike në vendin ku jam rritur dhe ku kam lindur. Mirë po unë mendoj dhe shpresoj që të jem e drejtë në këtë mendim, që ne jemi gjenerata, mendoj që do ta këpusim atë zinxhirin, e kam thënë shumë herë në studio, që ne do të jemi gjenerata që do ta këpusim zinxhirin e patriarkalit, do ta këpusim zinxhirin e mendimeve, thashë thëmeve, etiketimeve që bëhen. Mirë po më thuaj se sa shpesh ndodh që të gjithë ata që të vizitojnë dhe që mbajnë seanca me ty pikërisht ankohen për pjesën e një mentaliteti i cili asesi është një ballafaqim, si të them, një luftë brezash që ndodh në vendet ballkanike, mirë po që shpesh ndikon në psikologjinë e të rinjëve. Unë mendoj që kjo është pikërisht kjo pjesa që ndikon edhe në pjesën empatike tek të rit. Ndoshta nëse nuk ka mbështetje nga familja, ai do ta ketë shumë të vështirë që të ketë një inteligjencë emocionale më të zhvilluar. Si mund të inspirojmë të rit që më të vërtet të jenë vetvetja, asnjëherë mos të frigohen nga karakteri tyre, nga personaliteti tyre më i, si të them, ndoshta pak më i çuditshëm se të tjerët, mirë po gjithmonë të jenë vetvetja dhe ta zgjedhin atë rrugën që ata dhe zgjedhjet, siç e them më parë, ata që i dojnë. Unë mendoj që është e vërtetë që të rinjt sot vuajnë shumë nga opinioni dhe sidomos nga mungesa e mbështetjes së prindërve apo familjeve të tyre, por prandaj na duhen miqt, prandaj duhet shoqëria. Dhe vuajtja e rinjve të sotëm është që ka humbur koncepti i miqve dhe shoqërisë së ngushtë dhe nuk kanë një sistem suporti. Dhe duke mos pasur një sistem suporti, është shumë vështirë që ti të luftosh edhe
të bësh më të mirën tënde edhe kur nuk e ke gjithë fuqinë apo dëshirën për ta bërë. Kështu që ajo që unë do t'i ftoja të rinjtë e sotëm është gjithmonë të gjejnë komunitetet e tyre, të gjejnë njerëzit tek të cilët ata ndihen që mund të mbështeten, që mund të krijojnë sistemin e tyre të suportit, se kjo do t'i japi dhe forcën dhe do jenë njerëzit rreth tyre që do t'i ndihmojnë që ata të rriten më shumë, që të bëjnë më shumë, që të superojnë veten e tyre dhe të arrijnë të bëhen akoma dhe më mirë se sa e kanë parë ata vetëm që mund të bëjnë. Unë kam edhe një pyetje se pastaj jemi në minutat e Do ta fundit. pyesim kush kujdeset për ju. Po patjetër, ato do ta lëm vetëm për fund, mirë po Anisa, një gjë që edhe fola pak më parë edhe me shikuesit tanë dhe me mesazhet e shumta që na vërshuan që nga orët e para të mëngjesit, është pikërisht një gjë që e vuajmë në Ballkan, unë të paktën që e kam parë, është se nëse ti je një person elitar dhe je i konsideruar elitar vetëm ka një grup njerëzish të cilët janë financiarisht pak më të pasur, sikur se për shembull nëse dritroji është financiarisht më i pasur dhe unë jam e ulur këtu në tryezën e njëjtë me dritrojt, unë nuk merrem aq Është më i zgjedhur i tryezës. është po më i dëgjuari, është më i respektuari, ai gëzon të gjitha ato të mira të themi të shoqërisë. A ndodh kjo shpesh dhe për të rritur mendoj që kjo ndikon shumë, sepse ja është një grup të themi kështu njerëzish të cilët të respektohen më shumë vetëm nga pjesa e tyre financiare. Një gjë që e vuan shumë të rinjt dhe sidomos në Ballkan etiketohesh vetëm me atë se çfarë ke materialisht. Kjo ndodh Valvon sepse kur ke më shumë materialisht, pretendohet dhe mendohet që ke më shumë për të ofruar. Një nga debatet më të mëdha që është bërë ndonjëherë ka qenë kur ndodhi Charlie Hebdo në Paris, sulmi terrorist në Paris në studion e gazetës Charlie Hebdo, u bë shumë e madh në ndryshim nga çfarë ndodhte në vazhdimsi në Siri aso kohë. Dhe njerëzit filluan të ndiheshin shumë keq pse kjo po ndodhte. Vërteta është që Parisi kishte shumë për t'i ofruar botës se sa kishte Siria në atë kohë. Pra shumë njerëz që ne na lidhnin me të, shumë lidhje me të dhe shumë mundësi për të ndihmuar pjesën tjetër të botës. E njëjta gjë pretendohet që ndodh me njerëzit që mund të kenë më shumë të ardhura financiare. Supozohet që ti ke udhëtuar më shumë, ke pasur mundësi të lexosh më shumë dhe ke shumë mundësi të japësh mbrapsht. Ky është mënyra se si lexohet. Sa ndodh realisht pastaj ky është një diskutim tjetër. Por mënyra se si lexohet është e tillë dhe automatikisht njerëzit që kanë më pak mundësi financiare e shohin veten si më pak sepse mendojnë që eksperjenca e personit përballë që mund të jetë më shumë mundësi financiare është më e lartë. Dhe si e tillë kanë mundësi më shumë për të ndarë me njerëzit. Prandaj edhe duket sikur edhe ata vetë që kanë më pak mundësi financiare japin më shumë dritë njerëzve të cilët kanë pak më shumë mundësi dhe i lën ata të drejtojnë tavolinën. Anisa, një pyetje me që jemi 2 minutat e fundit, është sepse këtu është çelësi i zgjidhjes, se këtu do i marrim gjithë përgjigjet, si e menaxhoni ju stresin, sepse dim që kur dëgjoni në terapia, domethënë psikoterapitë që i bëni me pacientët, sigurisht ju lodhin emocionalisht, po si zgjidhni pastaj? Apo kush është ai psikoterapeuti ju që ju shëron? Unë kam supervisor, kam psikoterapistin tim, eci shumë nëpër Tiranë dhe kam shumë miq. Në të njëjtën formë si këshillova të tjerët, në të njëjtën formë ndihmoj dhe veten time. Kam një stil jetese e cila e garanton që jeta ime profesionale të mos preket, që do të thotë ushqehem shumë mirë, bëj aktivitet fizik dhe në momentet kur ditët janë shumë të vështira, patjetër mund të flas me supervizorin tim profesional nëse është një problematikë profesionale. Nëse ndjej një ngarkesë personale, kam takimet e përjavshme ose të përmuajshme në varësi të situatës ku ndodhem dhe me psikoterapistin tim dhe kam një grumbull njerëzish të dashur të cilët bëhen her pas here terapistët e mi në rast se unë kam. U bëf shekullore Anisa dhe unë të faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Unë jam e bindur që do të kemi sërish në lidhje të drejtë për drejtë ose edhe në studion tonë do të flasim për tema të ndryshme sepse mua më pëlqen shumë se si i trajton temat dhe më pëlqen shumë qasja dhe pozitiviteti që ndan me të gjithë ne. Ishte kënaqësi shumë e madhe të kemi në 9:11 dhe do të shihemi shumë shpejt besoj. Shumë faleminderit për kohën, shumë faleminderit për vlerësimin. Pse jo do vija me shumë kënaqësi, mundësisht kur drejtoroj të ketë ndonjë shfaqje që në atë rast të vi me një rast të shoh dy gjëra. Kështu që me shumë kënaqësi në një rast do vija edhe më shumë. Je e mirë se ardhur, Anisa, je e mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën, edhe ju dëshirojmë shëndet mbi të gjitha.
dhe buzëqeshje pafund. Dhe sa më pak seanca të kesh, ha? Faleminderit, gjithë Stresuese. Miru pafshim. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do të shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtën vend. Nesër 2 prilli, sot 1 prilli, gënjeshtra sa më pak. Mundohuni që edhe ato nëse i bëni. Ato është të vazhdojnë që nga nesër dhe ditët në vazhdim, po sot të jetën sa më të pakta. Faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit për interakcion. Shihemi nesër. Mirupafshim.